Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pas protestës së zhvilluar në 24 janar para kryeministrisë, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për përdorim të dhunës shtetërore ndaj protestuesve. Sipas Bardhit, reagimi i qeverisë gjatë protestës përfshiu përdorimin e gazit plotësjellës të skaduar dhe ujit me piper, veprime që ai cilësoi tipike për regjimet korruptuara që kanë humbur kontrollin. Ai theksoi se protestat do të vijojnë pavarësisht mjeteve që sipas tij përdor qeveria për t'i ndaluar. Bardhi deklaroi se askund në Europë asnjë kryeministër nuk mbron korrupsionin, nuk përcakton tenderat dhe nuk cakton një koordinator mes qeverisë dhe krimit të organizuar, duke referuar emërtimit të Ergy Sagasit. Sipas tij, në asnjë vend evropian drejtori i përgjithshëm i policisë nuk emërohet nga persona të lidhur me krimin e organizuar. Ai akuzoi gjithashtu kryeministrin Rama për sulme ndaj drejtësisë me qëllim mbrojtjen e korrupsionit personal, familjar dhe të bashkëpunëtorëve të tij. Kudo në Europë, kur një kryeministër përballet me skandale dhe u përgjigjet qytetarëve me dhunë, ai nuk qeveris më, por largohet, u shpreh Bardhi, duke shtuar se dhuna ndaj protestuesve është shenjë e qartë e një regjimi të kalbur. Në përfundim, Bardhi deklaroi se as gazi plotësjellës dhe as uji me piper nuk do ta mbrojnë më një kryeministër të korruptuar, duke theksuar se sipas tij koha e qeverisjes së Edi Ramës ka përfunduar.